Përshëndetje nga dita 18 e rrugtimit Kasell-Prishtinë. Brëm kam qenë i akomoduar afër Tullnit, sot jam nisën në drejtim të Vjenës. Domethënë dita e 18 e sfidës humanitare me ndihmë fëmijëve dhe të moshuarve me nevoja të veçanta. Ftoj të gjithë njerëzit e vullnetit mirë edhe bizneset po ashtu që të na përkrahin në këtë sfidë humanitare. Jo të më përkrahin mua si individ, sepse unë s'kam nevojë për mjete, sepse i kam kushtet, edhe gjithë këtë rrugtim unë e bëj çdo herë ose çdo sfidë unë e bëj çdo herë me mjetet e mia financiare. Mirë po, kjo sfidë është për të ndihmuar atyre njerëzve që kanë më shumë të nevojë për ne, dhe për këtë arsye ftoj ata njerëz që të na ndihmojnë